Tani që kemi në sezon trangujt verore, do t'i përgatisim ato turshi të shpejta verore. Unë këtu kam bërë gati 3 kg salata, cilat i kam larë mirë me ujë, i kam pastruar mirë dhe i kam larguar këto pjesët anësore. Në këtë turshi, salatat duhet që t'i prejmë në forma rumbullake. Salatat vazhdojmë t'i prejmë në këtë mënyrë. Pasi këto salata janë më të mëdha dhe nuk preferoj që t'i përgatitni ashtu si janë, mendoj se është më mirë që të vazhdoni dhe t'i prejni. Ne marrim kavanozat ku do t'a përgatisim turshin, por ju lutem bëni kujdes, kavanozat duhet që t'i sterilizoni më herët, t'i lani mirë, t'i pastroni mirë dhe t'i thoni. Tani në fund të secilës do të shtojmë piper të zi në kokra. Nga disa gjithe dafine, tani marrim dhe i mbushim gjitha kavanozat me salatat të cilat i kemi prerë në copëza më të vogla. I mbushim mirë deri lart. Vazhdojmë tani që t'i shtojmë produktet e tjera tek turshit. Të parën që do t'a shtrojmë në secilën kavanoz është nga një lugë gjelle, por jo të mbushur plot me kryp të trash deti. Kur përgatis turshi, preferoj që ta përdor këtë lloj të krypës. Kavanozat që po i përdor unë janë kavanoza 1 litërshe. Pra këto masa janë për kavanoz me 1 litër. Në sasinë e njëjtë të krypës, në çdo kavanoz shtojmë edhe sheqer, sepse sheqeri njëjtë si krypa ndihmon në ruajtjen e turshisë. Ndërsa për ngjyrë më të bukur, unë do të përdor limon tuz. Limon tuz shtojmë 1 lugë të vogël në secilën kavanoz. Tani, në secilën kavanoz 1 litërshe, duhet të shtojmë 75 ml uthull. Uthull 9%. Ky është lloji i uthullës që unë zakonisht e përdor kur përgatis turshi. Kjo është edhe marka e uthullës. Mund ta vëni të përdorni edhe ju. Tani marrim ujë të vluar, val dhe vazhdojmë i mbushim deri lart me ujë, derisa të sigurohemi që i kemi mbuluar të gjitha në lang. Menjëherë vazhdojmë dhe i mbyllim kapakët që të krijojnë vakum, që turshit na ruhen dhe mos na dëmtohen për një kohë të gjatë. Pasi i mbulojmë mirë dhe i mbyllim me kapak, gjithçka që duhet bëjmë është që të presim që turshia të pushojë më spaku për 12 orë. Pas 12 orëve, lirisht mund të filloni dhe t'i shijoni. Turshin e njëjtë mund ta ruani për 1 vit. Mjafton që t'i mbani në vend të errët dhe në vend të ftohtë. Edhe pse janë pak konservanse, i kemi mbyllur me vakum dhe ajo është që i ruan që mos na prishen gjatë gjithë verës dhe gjatë gjithë dimrit. Shpresoj që do t'i provoni edhe ju dhe do t'i shijoni. Deri në video recetat e radhës, mbiteni të përshëndetur nga unë.